dhe se besojmë se këto ideale do triumfojnë së shpejti. Ne kemi përballë sot regjimin më karikatural, më të turpshëm, më dekompozuar në Europë dhe në botë. Regjimin që kudo që ta prekish, rrjedh vjedhje dhe vetëm vjedhje të shqiptarve. Regjimin të cilin i cili mbahet në këmbë me mashtrime, me propagandë, me trillime. Regjimin që pret nga ne qytetarët t'i japim ndëshkimin që meriton. Miqtë e mi, Edi Rama, ndërkohë që shqiptarët janë vendosur t'i japin ndëshkimin e merituar, po ecën drejt grushtit shtetit, po ecën drejt bllokimit të sistemit të drejtësisë. Ai në një akt të papërgjegjshëm sfidon dhe poshtron shqiptar çdo ditë, duke u nxjerrur maskën e tij, lubim bukun, për të thënë atyre që ne as që pyesim për ju, po ja ku do të themi ne këtu në emër tuaj. Edi Rama edhe ne në mënyrë absolute nuk do të pyesim për ju dhe do kesh fatin që meriton. Të dashur miq, opozita shqiptare ka vendosur të thrasë një protestë me datën 24 janar, në të cilën t'i japi mesazhet e qarta për fundare Edi Ramës. Hiq dorë nga grushti i shtetit, prano ligjin dhe kushtetutën, përndryshe do të nxjerrim ne jashtë ligjit, jashtë kushtetutës. Ndaj dhe ftoj qytetarë shqiptarë me 24 të gjithë në këtë shesh për të treguar fuqinë e bashkimit të shqiptarëve, fuqinë e guximit të shqiptarëve, vizionin e tyre, shpirtin e pamposhtur të popullit opozitar. Të dashur miq, këto ditë që na ndajnë është jetike që secili prej nesh të ulet rafsh, të bisedojë me çdo qytetar, pavarësisht nga bindjet e tij politike, të bashkohemi, të bisedojë me çdo intelektual, pavarësisht nga qëllimet e tij, të dal nga konformizmi, të mos harroj se konformizmi është smundja më e tmerrshme e një intelektuali, se konformizmi nuk i lejon atij të përmbush misionin e madh para qytetarëve, para popullit të tij. Të bëjmë gjithçka për një front të vërtet opozitar, i cili të përmbys diktaturën e autokratit, e kleptokratit Edi Rama, narkodiktatorit të parë dhe të vetëm në Europë. I bëj thirrje të rive të ngrihen lartësinë e misionit tyre të shenjtë, hyjnor. Gjenerata e tyre është gjenerata e misioneve të mëdha. Gjenerata e tyre
po përmbys diktatura dhe epoka, ndaj dhe ftoj çdo tri të këtij vendi të ngrihet lartësinë e idealeve të tij dhe me guximin, energjinë të bëjnë çdo gjë për largimin e këtij regjimi armiqësor ndaj shqiptarëve. Çdo ditë, mediat njoftojnë për skandale, super skandale. Çdo ditë njoftohen se vendimet në Shqipëri marrin kartelet e drogës, se qeveria punon për pasurimin e saj, punon për pasurimin e karteleve, varfrin dhe mjerimin e qytetarëve. Ka ardhur koha qeveria të përballet me zemrimin e qytetarëve. Ka ardhur koha qeveria të ndëshkohet me zemrimin e qytetarëve. Ndaj dhe ju ftoj të bëjmë gjithçka për një proces, për një kryengritje paqësore, për një revolucion të ri, i cili do të fshi nga harta e Shqipërisë narkodiktaturën e verhonsh, do shtrojë Shqipërinë në vendin e bekuar të qytetarëve të ndershëm punëtor taft, në vendin e qytetarëve që e duan dhe ndërtojnë taftën e tyre në Shqipëri. Rrof Shqipëria, rrof shiu, rrof populli, rrof shqiptarët. Faleminderit.